Mirëmbrëma ju themi edhe sonte gjithë juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit e po shoqëroni bashkë me emisionin Një natë gjatë do të jetë edhe sonte me gjithçka që veç kemi përgatitur për juve, materialin që na sjell Arta prej terrenit, mysafir të ftuar në studio çdo herë, si dhe muzikë të mirë nga qendresa. Para se me zbulu se kë kemi të ftuar për sonte, një falënderim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugtimi, është Telkos, Kolagen Peptides nga Natura Terapie. Kur jemi tek falënderimet, me patjetër do ta bëj edhe për butikun Lu Fashion Gate që gjeni në Royal Mall për super veshje, on them zër e super e krime, me një klik i keni tek dera e shtëpisë si dhe studiozaci për flokët. Në këto momente po shkojmë dhe po dëgjojmë performancën e parë për sonte nga qendresa. Çdo gjë është e mundur, nuk besoj më verbërisht, paska edhe njerëz të frisht, paska njerëz që prishin lumturi. Çdo gjë është e mundur, dallon dyshet mund të kthen në dimër, në janar mund të qeqeshi veç unë më kur s'do jem me ty. E pa mundur, është e pa mundur, thash, kur më flisnin se me tjetrën të kanë par, por u binda, vet u binda kur të pash. Ashtë e mundur që edhe ti je tradhëtar, çdo gjë është e mundur, nuk besoj më verbërisht, paska edhe njerëz të prisht, paska njerëz që prishin lumturi. Çdo gjë është e mundur, dallon dyshet mund të kthen në dimër, në janar mund të qeqeshi veç unë më kur s'do jem me ty. E pa mundur, është e pa mundur, thash, kur më flisnin se me tjetrën të kanë par, por u binda, vet u binda kur të pash. Ashtë e mundur që edhe ti je tradhëtar, por u binda, vet u binda kur të pash. Ashtë e mundur që edhe ti je tradhëtar. Para se me realizohet dhe intervistën qendrore, është koha që me ndjek edhe materialin e parë që na sjell Arta prej terrenit, ku ka qenë e çfarë ka përgatit, e shohim vetëm përmes materialit në vazhdim. Vallahi si da kek. Pse fuli me fëmijë, e përdëri, qëjmë këhen, psa bëzarora. Jo, e përdëri, se kam fëmijë njashtë, mare, që sa di që është diqka. Sa mundin me najtë pa telefon ose pa internet? Edhe natën pimojnë vesh. Qashtu ngaj muzika diçka edhe natën. Pjesë për mëjnë. Jo, vëllaj, bili me flejtë s'më i heq. Amo rri ditën punoj, amo zakonisht për promje ju. Shumë keq. Unë e vetë për veti po thëmë shumë keq, edhe mu po më thojnë thëmija shumë keq. Çka po mendon që shkaktori? Shkaktori i trunit, mas pari, trunin tënë e dopson, dje tjera të syte këtu, po qështu nga ka thonë, shqiptarve. Astaj së kanë.
Unë po djallija. Dive di me dalojna me da vëllkes. Pasha zë s'po dive që upje koha, s'po di që me thonë këtë par punë. Ja që shka qenë për para shumë ma mirë. Se shumë ka arsye. Ma i dëmshëm. S'po dija që me thonë arsyen. Ma përpara ka pas me aktivitete të gjithë shka. Po veç me krazu për shumë hiq pa telefon të njerën për njës në vejbovës të janë mëllë të asëre të djetë i ka. Pa telefon pa kur që ta di matematike 3-4 gjuhë din. E na që, unë me një thmi, unë në kësha thonë këta rjetat që i kanë, qëto firmat e maja, mja bo një farë ndalesë, se nëshë nuk bëha. Dhe që mi të minë së më shmenon, që ku gëm, kurse non, a telefona, iPada, kejt i ka. Së në është mund do, veç ta, pojët i kanë ta të majtë. Ta dhët me bo një qarje. Së në peshën në për telefonë a thmija vogël që shpo largoj së teme kërë thujnë që të lujtë me më bo. Boj me në sa dush. Së është aqë me rëndësi. Qëre interneti do të mu përdojrë edhe telefoni si pas kohër që shikije. Jo, telefonit e nashtë të përdojrën shumë të fëmija. Prindit kanë faj. Ju kanë mbledh telefona, u pisho kretë, unë jetë e jashtë. Kretë telefonat më të mirë. Fëmija se të qohet nona pa kofaj. Për me i bo punët, japë fëmijës telefonin. Këtu i madhe i vogël në telefon. Jashtë nuk e përdojrën me kështu. Përdojrën me, ama jo... Jo, ka shumë. Ma mirë do me thonë se me përdojrë. Jo, me përdojrë, po me përdojrë me orar ose me kohë. E përdojrë, po nuk e përdojrë... Nuk është që s'mundesh me najtë pa telefon. Ja, pa telefon, s'mundesh me najtë në kohë të sodit, po me përdojrë me një ratësarë. Jo, pa kufi. S'di që me tha, unë për vetë rrëj, po të atrisë rrëj. Se është kjo? Nuk e di, po që fenomeno, po kjo, punë. Po da e, qka me tha, ma mirë o konë, për para ka pas muhabet, ka pas komunikimi me njerës, dhe komunikimi ka hupë. Telefoni është të dominuen në gjdo shtëpi, në gjdo ambient publik, gjdo sen. Jo, në shpesh ka erë ju thamë që muhabeti ka hupë krejt, ashtë si me konë njerës të huj, si me konë pa njerës shpia, se s'komunikon asë kërkush me një tjetëri. Kush është fajtori? Po fajtori është gjithmonë teknologjia ato. Se në konat ma djetra, para luftë për të flasë, kemi pas dytërume nëse orë misafirë dhe televizionin me fikë për me bo një muhabet. E tashte që nuk i mundësi asë me fikë, se gjdo kosh është pronari i telefonit vetë. Jo, nësi si më shumë që jam 2-3 vjeqarë, nuk ka problem. Po, tash me kohën dush mu bashkan gjitë. Jemi pra bashkë në studio shkoha që me realizu edhe intervistën qëndrore, si çdo të hënë tjetër, jemi me rubrikën me 15 pyetje. Çdo kemi personazhe të profileve të ndryshme që arrin të përgjigjen në 15 pyetje, por kanë të drejtën e gjithë botës, si sistem çdo tjetër, të mos përgjigjen në 5 prej tyre. E sonte kemi një personazh që është çdo herë e komentuar, kemi shumë gjëra me fol bashkë me të, shumë vite në skenë, në fusha të ndryshme, gëzon shumë dashni edhe shumë respekt për publikun. Unë mundem me thënë kështu mas mirë, ose me përkufizu si një grua që e bën atë kombinimi mes elegancës, ambicjes, mes të bukurës edhe forcës. Është vetë Arbnora. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që jemi së bashku. Arbnora, nuk mundem me nis bisedën pa të komplimentu, po dukesh tepër bukur si çdo tjetër. Faleminderit shumë, edhe gjithmonë është kënaqësi kur i dëgjon komplimentet nga një femër, kështu që edhe ti u duke shumë bukur. Faleminderit shumë, kënaqësi Arbnora, po para se me fillu me këtë rubrikën, po du me ditë që kemi me disponimin, me energjinë, shiu ata prishit, kështu ditën a jo.
kur bjen shi? Vallaj kështu ma shumë e du diellin, vetë njeri është ma energjik, por që tasha me bo edhe koha me bët vetën, po nuk është që e kam edhe shumë problem. Okej, më rëndësi nuk është punoj në disponim kështu në dikon. A ke në dimër, në verë? Une në dimër, në janar. Në dimër, bashkë një 24 janar. Bashkë në acar. Bashkë në acar. Por që kështu jam shumë e ngratë, si përsel. Po, këta kemi pa, që duron shumë dashni edhe shumë energji të mirë. Sepse unë për shembull nista nga vetja, Arnora, gjithmonë kur është me vërtet moti me shi, nina shumë ma zëmt, jam shumë ma eftoft. Ndërsa Vera bën veten, plot energji, plot vullnet për jetë. Po, absolutisht, po, kur e koha me diell njeri edhe lakmën me dalë, edhe veshësh ma halë, po, edhe ki dishysh disponim mu veshë, që kur po shi, atër kështu që është mu mbulu dishysh. Shumë, ani me dalë me kry punë, ma, që diskutohet në shi. Arnora, punë që shpojec gjithë shka, është kja periudhë pak ma e qetë në angazhimet të tua, unë e di qëfar angazhime, kur ke ti, ja ke me ekstreme, ja jemi një farë pauze. Kom fillu tash një emision timi personal, për këtë arsye më kthye edhe në Kosovë, edhe Beles nuk e di me kone diskutova, sinqerisht e kom fillu këtë emision, po pa i marrë parasysh sfidat, edhe thash, une njëtën time shqyqër që nuk i mendoj, që ako me kalu edhe qëfar bujtje ko me kalu gjatë rrugës, sepse po ti mendoj, po të di që kam pret, ndërshta... Kishë më heq dyqysh, kishë më gjysë kreni. Tash kom fillu një emision Star Serving Hope, apo yje t'japin shpres, do t'jetë një emision social-humanitar që do e dalim shumë njerëzën në nevoj, do e pasqyrojmë shumë realitetin, por që njëtën ko do jetë edhe një ftyrë publike, normalisht njerëzit si ma humanistar shqiptare dhe kur ballafaqimi me realitetin, besom asnjëherë në jetën time nuk e kisha mendu që në Kosovë mundet me pas familje në kushte tilla edhe njerëz ka shumë në nevojë. Kjo është ana tjetër e Arnorës, që veç dikush ndoshta nuk e den, por na që ndoshta veç kemi kontakt me juve e di me të vërtetë se ç'është është e pashtë e ndrit Januza e pashtë një postim, jemi e friends në rrjetet sociale dhe pash foton që e kishte publiku me juve djem duket ishte dikon, se diku keni qenë për ndim, por nuk ma mori mendja që është kjo, kështu që po, sa bukur. Jo, djetë së bashku me ndritin kemi realizu edhe një intervjisë bashku, por edhe kemi ndihmu një familje në pej, në nevoj, një familje me fëmijë me sindromin Down edhe kushtet shumë të vështira. Normalisht edhe kushtet shumë të vështira kur duhet më kujdes për fëmijët me sindromin Down. Edhe keni ditë e bukur e lezetshme, por njëtë në anë thash, po më bënë mundi shumë keq, se ndërshta me të vërtet kër e shes sa ka nevojë dhe normalisht që ti nuk mundesh me pas shkopin magjik edhe për një moment. Po të me ju ndimu krejt, ose me bu mrekulli. Ose me realizu krejt ata që ka nevojë. Pastaj po më dikon shumë në anën emocionale, kështu që ka ditë që nuk po vinë vete, bie me ndalin fëmijët para ftyre, ndalin ngjarje që apo i kaloj. Ndërsa me kalimin e kohës mësohem, por fillimi nuk e kom besu. Edhe jeni emocionale si ti, Arnora, unë e di që i merrni ju nga njerë kështu gjërat bajagi afër zamrës, pastaj edhe pse nuk jo në dorën tënde, shumë gjëra për prapa jo dhe mshuria që veç ndjen është. Jam si natyrë jam shumë e ndihshme, edhe sidomos kur jam pyetje fëmijët, aty edhe po prekna shumë, por që pak të ndoshta kur gjo nuk më me bo ma shumë përveç se me ngrit zonin për ta edhe se ju të pak të ndoshta të ardhën mja u siguru një jetë ma të mirë. Ba, shumë fjallë bukra dhe Samir që nesëm emisionin bashkë me këta që veç e ndave me neve dhe Samir me pas sa ma shumë Arnora të tilla në Kosovë edhe jeta i shkon ma e letë realisht. Sigurisht që përmend edhe ndritin edhe më ka bërë shumë përshtypje dhe fakti tina sepse duke di gjendjen e tina edhe në gjendit e ti, që ka qenë shumë e vështirë. Edhe nuk dorëzohet asnjëherë Arnora se po të ndërprej. Edhe kemi dalë në teren bashk, me realizu intervistën bashk, me ju dalë në ndihmë, me të vërtet është një shembull shumë i mirë edhe shqyr Zotit që kemi njerëz tillë, kemi shumë njerëz që janë humane, normalisht që në realitet populli unë janë shumë human, mirë po unë mendoj nga rastet që kom po, mendoj që dora e shtetit duhet me i prej këto familje, këto raste të veçanta persona me aftësi të kufizume edhe shumë persona me smundje të ndryshme, kushte të ndryshme të jetesës, mendoj që sado që ka njerëz humane dhe vullnetit mirë,
mendoj që duhet në këto raste dora e shtetit me qenë më e kujdesshme. E vërtet. Janë rastet ndihshme dhe janë për një temë shumë e gjatë që do shumë diskutim, po shumë që ndajte me neve. Po shkojna me këto 15 pyetjena që i kemi përgatitur. Për juve tregova në fillim, 5 për tyre ke drejt mos më përgjigj. Po Arbnora përgjigjet në çdo që inshallah që shumë tronta. Jo, me spec nuk janë. Nuk e keni merituar me ju bë pyetje me spec. Se ballkon pas këtë ballkën. Kjo është shumë mirë që e ndove dhe bashkë mirë që the. Po dojmë të lonë rehatna, sot po dojmë të folë për gjëra më të mira, pozitive, më të bukura, nuk po ndalemi te ato. Specialim edhe njerë, se pastaj ku me ditë çka është në gjendje me ndodha, po e lojna ma qetë. A ka ndonjë moment kur ke ndjerë se nuk të ka njohur askush për atë që je në të vërtetë? Po, ka shumë herë, ka shumë momente. Nga njerë e rëndë është kjo, jo e rëndë po se divare që shumë menaxhon. Edhe të dhembë, edhe nuk dhembë, edhe ndoshta ke dëshirë dikush mos me të njohë fare si je në të vërtetë, po ata që ke dëshirë mos me të njohë dhembë. Normalisht, me keqardhje po e them, por ne jemi shumë popull paragjykues dhe gjithmonë paragjykimi është, ndoshta shohin ka paraqitja jashtme dhe mendojnë që jemi ndihmë dhe nuk flet ku e dijon e këto lloj paragjykimet edhe nga me të ndryshmet që shpesh herë besojmë që nuk e një as veten, kush jam, por që me kalimin e viteve jam vaksinue dhe nuk më shumë qeshi në përgjithësi, normalisht nuk do të them që jam e pandjeshme, sepse ndonjëherë nuk është që ty të bëjnë mundi mirë edhe... Shumë mirë që the, po bash. Edhe duke ditë që na e kemi një familje mbrapa, ndoshta edhe komentet shumëta her pas here, ndoshta që lexon një titull edhe nuk hyn brenda, që ndoshta realitetin brenda është këtë diçka tjetër, mirë po titullin e lexon edhe... Mjafton që ajo me dëshpëru, realisht edhe... Ndje keq, ndoshta edhe sinqerisht ndonjëherë ndjej keqardhje, ndonjëherë e them pse njeriu du të me marrë kaq shumë mund se mu. Po jo vlev, kur ti nuk e nje fare, nuk e ki idejnë fare. Mirë po, mendoj që fatmirësisht Zotit, ata që kanë rast me mjoft, unë besoj që unë jem një njeri shumë i thjeshtë, shumë njeri për toke, edhe as fama, as një gjë jetë nuk ma ndryshon karakterin e personalitetin, kështu që për mu gjithmonë e rëndësishme është me mbet njeri. Pastaj gjitha gjëra tjera shkojnë e vinë. Bashkë, kjo është ma e bukra. Nëse mund të çoje një mesazh anonim, do të mos me tregu dikujt nga e kaluara, çfarë do t'i thoje? Pa marrë parasysh, çka do? Miqësi, familjar, njerëz që ndoshta i ke parë vetëm një herë në jetë, ose edhe njerëz që fitojnë me, ose ndoshta ndonjë lidhje dashurie, ku dione, çka do? Çka e kishte thonë? Anonim, nuk tregon që është nga Arbnora. Po diçka që dashni thonë. Ndoshta këtë rast kisha pas shumë njerëz, sepse kur e kom nisë rrugën e Turqisë, shumë njerëz janë tallë me mu, shumë njerëz kanë bëj gore, në kuptimin që është rënë, është thjesht pjesë e marketingut. Mirë po, mendoj që edhe gjithë ata që nuk kanë qenë mbështetës në rrugtimin tim, unë ja dola dhe ja kom dalë dhe ja ku jemi. Kështu që unë kom besu në vetë dhe kjo ka qenë ma rëndësishme për mu, kështu që ai mesazh mjafton për personat. Ata që e marrin vesh, e din kush kanë qenë shumë e bukur. A ke pasur ndonjë moment kur të është dashur të mbash një buzëqeshje falso, por brenda po të cuptoheshe? Shumë herë. Ne jemi njerëz edhe ndoshta unë gjithmonë asnjëherë në jetë nuk jam mundu me paraqit viktimen ose mu viktimizu për shumë gjare, gjithmonë jam mundu me paraqit veç anën pozitive. A ma vështirë, Arbnora, dhe kjo, absolutisht, edhe shpesh... Mo do ke fort, edhe kur je dobët, i bjen që dush me luftu me veten, baja di shumë për me reflektu. Ndoshta ka pas net, kur kom qaj të natës, se me thonë, jem shumë me nxesi, kom shilët, kom po grimin, kom thonë hes për para, si jeta vazhdojnë, si dush mu ngrit në kambe dhe me jesë, sepse normalisht jeta për askënd nuk është e lehtë, edhe gjithse cili kemi sfidat të ndryshme, barierat të ndryshme, edhe ndodhë që shumë herë vazhdoj, por që thash je mundu gjithmonë me përshu një pozitivitet edhe mendoj që njerëzit kanë shumë probleme në jetën e tyre, kështu që nuk kemi nevoj mja rëndu edhe me emocionit mija, kështu që besoj që tash përmes emisionit kom mja rëndu bëllë, nuk i vynë edhe one. Veç me gjas ke pas Arbnora njerëza
që të kanë qëndru afër. Nga njëherë, okej, mjafton vetja me gjetë veten, por pa pas edhe një shtys në anën tjetër shumë problem. Absolutisht, unë e them gjithmonë, askush nuk mundet m'ja dalje vetme në çfarë të sferë tjetës. Gjithmonë vyni dorë, vyni krani mbështetje, jo që keme marrë gjithmonë, jo që keme hasë gjithmonë atë mbështetje, mirë po fatmirësisht, unë mendoj që jam person që më ka dashur Zoti shumë edhe gjithmonë më ka buzëqesh fati një jetë, gjithmonë mi ka sjell njerëzit në kohën e duhur, momentin e duhur, që më kanë shtypur përpara, edhe kanë besuar në mua, normalisht jam shumë mirënjohëse edhe besoj që krejt ata njerëz që kanë kontribu ose në një formë ose një tjetrën, më besoj që janë krenar me mua dhe ndihen mirë, sepse jam shumë mirënjohëse në jetë, edhe ndoshta kur është dashur me punu diçka, ndoshta nëse e kisha mbri veç vetë, nuk e kisha dhënë një mund, si me thoni 50% shmish, po e kom dhënë 100% nga vetja, sepse me shpërblyje dhe besimin e dikuj që ta ka dhënë dhe të ka besu ty në çfarë do lloj projekti, çfarë do lloj pune, çfarë do lloj vështirësie tjetës, kështu që mirënjohja e vërteti më i madh i njeriut, kështu që unë sinqerisht i them faleminderit gjithë atyre njerëzve, sepse pa njerëz asnjëherë vetme nuk mundesh me ja dalë, ndoshta edhe nganjëherë njerëzit rrethi, shoqëria, momentet, familja, janë momentet që ta zbukurojnë jetën, ta ndryshojnë jetën, sepse mund të kesh gjithçka mirë, por s'pat edhe njerëz që ti ndash jetën. Je bash. Absolutisht, kështu që edhe unë si natyrë jam shumë e hapur, kështu jam shumë njeri dashur, du shumë shoqëri rreth vetes, shumë njerëz kam qef. Edhe gjithmonë i mbledh krejt shoqërinë rreth. Ti ajo që i bashkon krejt, a e kuptum. Në përgjithësi, edhe shpesh ka ndodhur në shoqëri ka thonë ti del me norën veç me një person përfundon vetë 10. Edhe ma mirë, unë e vdes për ato momente, kështu që veç gjëra spontane dhe veç bashkoni dhe shoqëje me një grup njerëzish që veç zemra male dhe je shumë e lumtur. Absolutisht, e sidomos kur rrethohesh me njerëz që janë dashamirës për ty, është edhe ndjenjë shumë më e mirë. Padyshim që po me gjas kia me qarmënora, ose për shembull nuk dëni ja treguni një hall, një problem që veç e ke që ty po të mundon edhe me gjas ti e heshtur kur je në tavolinë dhe atë njohin, a ke me që të thonë Arnora diçka nuk është në rregull me ty? Po, ata janë miq vërtet, realisht. Jo, ndoshta po, ndoshta miq që më njohin, normalisht më njohin edhe reflektimin, po, çysh reagojnë në momente, por që unë jam natyrë që flas me rrethin tim, edhe e ndaj, edhe marr mendime, asnjëherë nuk pretendoj, ndoshta edhe kur e marr një punë se diçka asnjëherë nuk pretendoj që i di të gjitha, gjithmonë marr mendime të ndryshme, ndaj edhe momentet që jam të i kalu i ndaj me të tjerë, sepse mendoj që kur njeriu flet, shprehet, e hekat brengë edhe lirohet. Po, edhe fatmirësisht Zoti për atë arsye ndoshta që flas lirona, kur s'kom pas probleme as depresion, as ankth, as këto gjëra veç, dhe me thonë, jam shumë fal Zoti jam shumë mirë, edhe gjithmonë e kam mendu kur dëgjoj normalisht, ndoshta unë jam natyrë që flas, edhe në shoqëri thojnë i kallzova Arnorës diçka, dije që nuk ta mon fjalën, sa i kallzo dikuj s'ka shans. Sa e sinqertë, sot je shumë e sinqertë, Arnora, kështu që po e vlerësojmë sa mirë që e tregove edhe ashtu, edhe unë jam ashtu, unë lirona me njerë edhe kjo është qenë ka qelë, sepse ndoshta nuk Po, se sigurisht kemi kalu ato depresione, ankth, diçka të ngjashme. Sigurisht, po e them se unë e shoh shumë njerëz ndoshta kur po flasin, edhe atëherë kom mendu thash pse unë diçka ka pse unë s'po e përjetoj. Edhe normalisht kom kalu momente të vështira, mirë, po jo me kalu në ato faza të rënda tjetës, edhe ndoshta kjo gjithmonë që i kam njerëz të duhur, edhe familjen, edhe ndoshta gjithmonë kur kom pas një moment vështirë, unë pa dashje shoh veten katon trim, pesi familjen kam atje. Edhe gjej në gjilin e nanës, siç ma jep një ngrohësi, një motiv për jetë pastaj. Ama dhe vendi është i bukur, kështu që... Po, vendin e kemi shumë bukur, realisht, po, vendin e kemi shumë bukur, edhe familja, ngrohtësia, rrethi, mendoj, çka do që kom pas njëtë e kom kalu me shumë lehtësi. Super, çfarë muhabeti mirë është u bosat. Hajde ku mbetëm tash, a e di si është të jesh në qendër të vëmendjes, por të ndihesh e vetme mes turmes. Paka shumë po lidhet me këta që veç e the, e dim nështë çdo punë që veç e ke bo, padyshim që ke qenë në qendër të vëmendjes, vazhdon me qenë me dashja pa dashje, je aty, Arnora është diku aty, për që s'kemi çka me bo, nuk mundimi me muhu, po e rrethuar me shumë njerëz,
në qendet të vëmendjes, Arnora bësh për brenda? A ke pas? Po, kum pas momente... Se ke dash ndoshta heq qatë vëmendje, as pak se ke dash. Ndëgjom, ndoshta puna në televizion edhe kur je fytyrë publike, dashje pa dashje të kime qenë pjesë e qendrë vëmendjes edhe mendoj që ndoshta dikon e përcjellë edhe si fatit. Po, bre. E ndjekje. Juve për mdo këtë po. Me dashje pa dashje, e shoh vetën dika. Por që kur kam shku në fillim në Turqi edhe kur kam fillu serialin, jam vendos në Izmir edhe normalisht e vetëmja shqiptare prej Kosovës, në mesin e një ekipe 300 vetë, nuk e disha që shkanë më mprit, me këgja vështirësi, jëm fillimisht për të flasë, jëm gjinë vret në ambjent, njërën anë kisha mri një andër tjetës tim në realitet, njërën anë kisha një vëmend gjithë publikut shqiptar për një hap drejt karrierës që e kisha një Qysh me mbaj pastaj. Edhe puna, vështirësit, sa kam me mri, me dalë, me realizu, të njëjtën kohë pa shoqëri, si me thonë, pa skënd. Mu do ke vetja në një moment që sikur jom hum dikon, edhe se kam kërkon. Ka qenë këndër shta momenti, kur i kom pas, si me thonë, gjitha për rreth, por që edhe kom qenë pak e ndrojtur, e strukne, se duke ditë karrierën e aktorve, une isha veç fillestare në këtë fush, nuk e ndisha veten të vlefshme me u krahasu me ata, edhe frika, pastaj e shisha veten të qenë edhe ngurt. të bu krahasime, pastaj ku jam unë, ku janë këta. Okej, shumë mirë që ndove këtë përvojë me neve, dhe që kjo është realiteti, realisht që secili ndoshta përballë sidomos edhe të na, po para më do kur shkon me një vend huj, që nuk e një askënd, është dy fish edhe ma vështirë. Isha ma përgjigjesh në qëtë pyetja. Hajde të shoh. Kur edhe ko e ke dhënë intervistën më të pa sinqert, edhe pse? Okej, mos na trego shumë detaje, po a e mban mend edhe a ka na intervistë që i kun shumë e pa sinqert, rrethana ti më qashtu, ndoshta prezantuesi as ta ka jep energjinë e mirë, je tregu më e pa sinqert si asnjëherë tjetër. Ndoshta në përgjithësi në intervista jemi sinqert, po nuk jemi sinqert në X përgjigje me thonë X pyetje. Ndoshta e pa sinqert më tregu shumë herë rreth jetës personale, kështu që asnjëherë s'kam dash me ndo. E vetmja më sinqeriteti imi është kjo, sepse unë gjithmonë kam dash me fol puna dhe jo jeta jeme personale ose çka është çka përdohem brapa jetës time, edhe këto po. Kam qenë e pa sinqert shumë herë. Okej, e morëm një përgjigje dyqysh mendësie. Ose kam geni. Ma bot për e thuk, shu që ma mirë. Ke qenë pjesë e modelingut, aktrimit, modelimet, në cilin nga këto profesione ka ma shumë hipokrizi, dyftërsi, falsitet, që kam i thonë tjetër. Në të gjitha. A din qka këtu mos shto, hejtë bashkë për gjohë, po më do këtë mas mire, e thaj. Kështu që është realitet edhe... Jo veç këto, në mendoj që në gjithë sferë të punës, ka bariera, ka ullje ngritje, ka sfida, ka njerës që shtyjnë ta dojnë të mirën, ta dojnë të mirën, ta dojnë të keqen. Tentojnë me bryla, tentojnë me marrë vendin tënd. Njeri unë një do të mësu me balafaqu gjithë shka, por që rëndësishme është që mi qa rrugë, me ecë për para. Edhe merë me shumë sportivitet, Arnora, dhe këto e reflekton. Unë mendoj që njerëzit shumë reflektojnë, edhe varet këtë për energjisë, e reflekton që i merë me sportivitet, edhe veç që ke ambicit të qartë, edhe vazhdojnë punën të andë dhe nuk ndalesh asë njerë. Edhe shpesh të mune këgja rafshë kam kështu njetë. A po? A i din këtë për rafshë që e ke rafshë, Arnora ka rafshë. Edhe shumë e vështirë është me mbot diçka për me më qitë jashtë vetës. Do me thonë, do të me qenë me vite, që unë me dalë jashtë vetës. Shtë që se natyrën përgjithsi jam me qetë, edhe i marrë gjerat me qëtësi, edhe në shoqëri kur ndodhë diçka, i thëmë, hajë se botë mirë. Nuk i ditë jetës, rregullohet, gjithë shka, kështu që veç me marrë me pozitivitet gjerat edhe, por nuk ndalem asë njëherë, pavarësisht, unë ndoshta gjerat asë njëherë njëtë, nuk më vinë në kohën e duhur, në momentin e duhur, ndoshta qysh i bëj planifikimet, mirë po, prap ka me arritë sakun ku e dëshiraj. Kështu duhemi me qenë gjithë, më pa tjetër bile. Të vjen me shumë torp për ndonjë gabim që e ke bërë në publik, apo për një gabim që e ke bërë në privat? Na i huqje aty këto, ose s'po di, a i rëzu në herë Arnora kështu në skenë? Jo. Jo, që drejta s'dja nga ndodhë neve jo më duket, hajlo dhe i sot. Ty diçka e t'il po.
Diçka atak jam duke t'u ka prish, po mes emisionit, okej. Jo, mendoj që jam goxha e kujdesshme në paraqitjet publike edhe në ato çka i them. Normalisht me kalimin e viteve, ka gjëra që i kisha bo shumë ma mirë, absolutisht, po, sepse duke pas moshën e re, jo përvojen, jo profesionalizmi, normalisht në gjatë rrugës kisha bo shumë gjëra ma ndryshe, por që ma shumë dështë isha një keq një jetën private, sepse nga njëherë e them një fjallë, por nuk e them me tendencë, por kur nuk e mendoj që shmunet me vra dikant. Edhe ndoshta duke mendu me qenë shumë këshilluse edhe shumë supportuse për njerëzit për rrethin e krejt, nga njëherë mendoj që i lëndoj pa dashje, por që ju as njëherë me qëllim që me i bo mundikes, që kështu që po, pa moment. Që e mira këtë kësaj është që je vëdejshme dhe po e thua, e din që mund është dikon me lindu pa dashje këto falen, ha? Po, absolutisht, nga njerë, se me thonë mas një orë i thëmë, ku, qaj pas na thonë, vole. Nuk pas na po mirit. Shkoj ti kërkoj falit, ti të regoj bile që po e di, po e di që ku më po gabim. Nëse mund të zgjedhësh mes një karriere të gjatë, shumë të gjatë, për flasim, hajde mbi 5 vite, por pas sukses të madh, apo një sukses të jashtëzakonshëm, por që zgjat vetëm në 6 muaj. Unë asnjëherë se kam ndjek të rrugën e suksesit të përkohshëm, gjithmonë jam mundu me bo më shumë punën cilën unë e dëshiroj, gjërat e mia që ai dëshiroj, sepse gjithmonë e them fama vjen e shkon edhe televizioni. Shkua vash avash, Arnora, kjo është e mira që jo për një natë atë ngritjen. Po, asnjëherë ndoshta nuk e kam synu famën ose me qenë gjithmonë në qendër vëmendjes, gjithmonë kam dashur ajo që ai kom sjell, ajo që kam punu me marrë qendër vëmendjes dhe normalisht bashkë me mua, sepse duke qenë une që e bëj një punë ose e bëj një projekt edhe për mua është të rëndësishme puna dhe dashuria dhe pasioni që me puna që e bëj, kështu që çka do që t'lidhet me televizionin jam unë. Në varësisht çfarë projekti vi, edhe aty e gjej veten me rëndësi me bo punën që ndije mirë, edhe normalisht kur e bëjmë punën kem qef edhe me pëlqy publiku. Me pëlqy publiku, eksakt. Arnora, po shkojna me marketing pak, kemi mbet tek pyetja e 10 me radhë, edhe kthehemi, të shohim edhe në këto 5 pyetje, shpërna përgjigjet Arnora. Jemi pra bashkë me studio pas marketingut. Arnora, një gati, kemi të pyetja e 10, mesin e muhabetit më të mirë. 10 kanë mu përgjigjë, sa e di. Mos më thuaj që po do me na bo që të zedhë. Ajtë se e zëvëndësojmë që ndres, a pajtu është mi bona dyja, që të 5 pyetjes, Arnora po do me na ikë për studios. Ja, çfarë nuk e lëshojnë na pa u përgjigjë dhe në 5 pyetje, kur qysh. Nëse do të kishe mundësi të fshije njërën nga këto, cilën do të fshije? Një zhgënim të madh në dashuri, një gabim profesional që të ka kushtu shumë, apo një mitësi të tradhtuar? Cilin kështë do është me fshi? Mitësi të tradhtuar. Po thu dhem ma shumë so kejtë të dyja ta. Nejse, ku të kështë Po ndoshta nuk jam ballafaqur direkt në jetë me këto gjërat e tjera. Mirë po, ndoshta mitësia që një person që ti e ndan jetën, momentin, nuk është ndjenje mirë, kështu që absolutisht mitësia po. Po, e kisha Dhe ma shumë, e a është gënjuar mëra në dashuria jo, nëjherë? Veç mos më thuj jo. Normalisht që kemi momente, sepse jeta nuk ka fush me lule, mirë po ndoshta gjithmonë i fokusu ma shumë punë dhe në karrierë dhe nuk është që i kom dhënë edhe shumë rëndësi gjërave që më kanë ardhur në jetë. A jem zhgëny, normalisht jem zhgëny, por që kom vazhdu tutje. Kom vazhdu me lehtësi, okej, sa mirë po e thu. Për çka keq kuptohesh mas shumti nga publiku ose njerëzit që nuk të njohin? E lidhe shumë mirë me pjesën e parë, që veç din me të keq kuptu ose me marrë ndryshe Arnorën, po për çka mas shumti Arnora? Kështu ta, po ne kanë si pikë dopt Arnorën në diçka mas shumti. Se nuk është ashtu, po ashtu e shfaqin.
ashtu mendojnë. Po jo, unë e shoh që ndoshta njerëzit pse të shohin në dritat e kamerës, skenës, mendojnë që do të më qenë gjithmonë ashtu të e ngrit. Edhe perfekt, po. Edhe në funditjes ne jemi krejt njerëz, edhe kjo është keq kuptimi, ndoshta thash në atë parë mendjemasia, jeta që e bëjmë normale si krejt njerëzit e tjerë, sepse... Jo ushqimi, jo vetura, jo kjo para mendo. Ka shumë paragjykime dhe ndonjëherë kur ndodh shpesh, ndoshta jo vetëm kur vihet në far nëpërmjet portaleve apo ekraneve, po ndodh dhe shpesh në jetën e përditshme më thonë qysh a hante qitoa, a bënte qyshtoa. E çka jam unë? Edhe këto, se ne jemi, thash pak popull paragjykues se ne mendojmë që ne flajmë dritat ekranit edhe e trim. Edhe një ashtu gjithë natën. Por që realiteti është që se cilin fund ditës e vëm kokën në jastek gjithë njëjtë, kështu që ne duhet me ditë veç profesioni dhe puna na dallan nga të tjera, kështu që gjithë se cili është i rëndësishëm punën e vet. Unë kam zgjedhë me bo një punë që jam në ekran, në afër publikut, dikush është i rëndësishëm profesionin e vet edhe krejt vazhdojmë jetën e njëjtë, me ballafaqimet e njëjta, me sfidat e njëjta, krejt ndoshta. Arsyeja që më shohin gjithë buzëqeshur, mendoj që unë kur s'kom gajle. Arnura kur s'ka kaj? Jo, unë e kom kollaj gjithçka, unë shumë me lesi gjithçka, mirë po. Arnura t'ja kujnë krejt të tjere të punë, Arnura nuk t'janë gjumë. Jo, unë e krejt. Krejt ndryshe, okej. A ka ndonjë moment që ka qenë kthes në jetën tënde? Ta ka ndryshu jetën, ose për të mirë, ose për të keq? Po, ndoshta ka pas momente në jetë kur më ka ndodhur diçka edhe që thojnë fat në fatkeqësia, po kur kom marrë ndonjë dëshpërim ose ndonjë zhgënim nga jeta, kom marrë ndoshta rrugë të vështira, aty ka qenë ndoshta kur më ka ndodhur diçka, kom thonë pse mu, çka gabova, ju më di normalisht periudha gjata me veten. Por me kalimin e kohës, pas një periudhe, si me thonë 3, 4 vjetë, 5 vjetë, edhe kur të kthena mendoj, e thëmë, wow, shqy që ka ndodha ajo, që sot ku jenë. Everything happens for a reason, kështu që po. Edhe gjithmonë mendoj që gjithçka, po, që ndodhë për një arsye, edhe për atë arsye, ndoshta, kur jem sfidu ma herët, mosh ma 3, i ku marrë shumë a për zemrë gjerat, edhe gjithmonë kom mendu qka, ku gabova, ku hina në gjina, pse m'dodhi mu ose kjo, por me kalimin e kohës e kom pa që ndalë se me të vërtet pas ka darë Zotit, sepse a i s'pas ka qenë vend për mu, kështu që sot ku jam, mendoj që falë Zotit, mendoj që me rujt njerëzin, shpirtin e pasër, mendoj që Zotit pas taj t'i qelë gjitha rrugt. Okej, super. A ke ndonjë projekt që keni refuzu? I keni thonë jo, për shumë arsye të ndryshme. Po, vitet fundit në Kosovë dhe në Shqipëri, kom refuzu goxha projekte për shkak të angazhimeve në Turqi, edhe e kom pa më të arsysh me u fokusu në punën, karierën time cilën e kisha nisë, edhe e kisha të pa mundër. Normalisht kom ardhë her pas here me nga një shkëputi, se me thonë 3 mujore, por që po kom refuzu projekte të ndryshme, televizive, formatet të ndryshme, po. Që nuk je përshtatë dhe nuk je ke gjetë veten e ndjenë, mendon që ato shpendijat që veç nuk është për ty? Apo qka? Po, ndoshta kur e shoh që hezitoj diçka që nuk kom flenë shpirt, normalisht hezitoj me i marrë. Jo, ka pas projekte edhe që i kisha marrë përsipër mirë, po për shkak të angazhimeve dhe fokusit tim në Turqi, kisha të pa mundur mu fokusu në të dy anë, sepse kur lunë atje një film ose në një serial është e pa mundur shkëputja pastaj, edhe për këtë arsye, sepse unë e thash, dhe gjithmonë e kom thënë, në televizion do të kthejmë një ditë, por në çfarë formati jo, por që më vjen ky format, siç e kam tani, se kisha menduar asnjëherë, edhe mendoj që kam një prej formateve edhe një prej programe më të vështira që kam realizuar në jetën time deri tani. Apo? Po, është... Edhe është emocional, edhe përgjithësi, edhe sfidë, edhe dalja në terren, është komplet ndryshe nga ajo që unë e kom bo deri tani, por që të njëjtën kohë, ndoshta si natyrë jam shumë e dashur, shumë humane, edhe pakten e shoh veten në ndonjë rast ose kur e merr gjithatë për qafim me shumë dashuri, me shumë ngrohtësi edhe të sinqert. Po, të sinqert, ndoshta
kjo po më motivon me vazhdu ma shumë tutje. Okej, super. E fundit pyetje, Maja Arbnor. Pshtova. E pshtove. Apo më duket. Jo, s'ka fundit është. S'ka fundit është e mirë. A ke atërmbetje me ndonjë personazh publik? Nëse po, hajde na emër. Kom pas... Që shemi në fund të intervistës. Kom pas her pas here atërmbetje. Kisha përmend me emër, kom pas me Dafina Dautin, në një periudhë kohore me këngëtare, kemi qenë mikët mira, një kos kemi fol, prap jena pajtu, kështu që ndodh me pas hatërmbetje, por që diçka kështu të... Jo serioze, jo me arrit dhe atë aspektin ku portalet kishin shkruar dhunë fizika, diçka. Po, jo. Shqyrë të Jo, unë jam natyrë e qetë, por që ka ndodhë që kom pas hatërmbetje, po i harroj tash, po një njerëz jemi dhe ndodhë ndonjëherë që... Është normale edhe në aspektin e në fushave ndryshme profesioneve që veç me pas, apo? Po, absolutisht, edhe ndoshta pa lidhje ndonjë keq kuptim, pa nevojë, por që jemi njerëz nganjëherë edhe i zmadhojmë gjërat më shumë. Okej, bash. Tepër mirë që ndodh. Arbnora, unë po duhet të falenderoj shumë për kohën, ke super kënaqësi me bë këtë muhabet. Padyshim që e shijova, mendoj që kemi dhënë super mesazhe sonte. Tema shumë të mira kemi prek edhe po besoj që kemi arrit dikën me undi ndoshta ashtu siç unë ndjeve te momentalisht për disa pika, tema që veç i përmendet që ndoshta të tjerët si kishin ditë për Arbnorën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty edhe u kënaqa shumë. Faleminderit për energjinë e mirë, se ndoshta edhe kjo ndikon. Po, kemi kimia ndihet kimia bën vetën në studio, kështu që faleminderit dhe shumë suksese ty edhe te televizionit. Suksese mos u ndalçin aty. Suksese edhe ty dashur, s'po të harrojna. Të drejtën. Faleminderit juve që keni qëndruar bashkë me neve deri në këtë moment. Ne padyshim që do të shihemi prapë bashkë të hënën tjetër. Jo mos u ndani prej ekranit TV1. Këto momente, sy e vesh krejt ka qëndresa. Larg, sa larg ne po jetojmë, njëri tjetrin e pajsojmë, njëri tjetrit nuk i besojmë. Tash është më mirë të përfundojmë, çfarë kaluam ta harrojmë, shumë më mirë as mos ta kujtojmë. Tash nuk ka rëndësi kush ishim ne të dy, po jeton pa mu, po jetoj pa ty, nuk do ke takim sy më sy. Pajis me tjetim, sa jere mbeti këti, harroje tash dikë që të do vërdet, po kërkon më mirë, hajt se ke me gjet, e vështirë për mu, për ty shumë e let, ti do më kërkosh, por vonë do t'jet. Qka kërkove, tash e gjete, pa mua deshte, pa mua mbete, se dëgjoj më frymën time, o jo, s'ka më mashtrime, një pa tjetër do t'a gjej, s'jam veç fjallon, po e ndjej, tash mendoj për vetën time, o jo, s'ka më mashtrime.